SPA ka dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme të shkallës së parë dosjen për grupin e Suel Çelës në ngarkim të 21 personave të dyshuar si pjesë e një organizate kriminale me aktivitet brenda dhe jashtë vendit. Sipas hetimeve të kryera, struktura kriminale dyshohet se ka qenë e përfshirë në tentativë vrasje në qytetin e Elbasanit, në trafik ndërkombëtar të kokainës, si dhe në raste korrupsioni aktiv e pasiv në sistemin e drejtësisë dhe në sektorin privat. Në qendër të dosjes është Suel Çela, i njohur edhe si Marius Lulaj, i hetuar në mungesë për masën arrest me burg, i akuzuar për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë ndaj Ardian Çopjes, si dhe për trafik narkotikësh dhe korrupsion ndaj funksionarëve të drejtësisë. Sipas SPA-kut, në kuadër të këtij grupi janë sekuestruar 930 kg kokainë nga Ekuadori, 446 kg nga Holanda dhe 14 kg nga Britania e Madhe. Për trafik ndërkombëtar narkotikësh akuzohen edhe Skënder Sufaj, Marcel Shega, Renato Hasani dhe Hajdar Lala, të cilët dyshohen se kanë pasur rol në episodet e trafikut jashtë vendit. Në dosje përfshihen gjithashtu Mario Çela, Klaus Mitishi dhe Gino Roka, të akuzuar për tentativë vrasje dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, ndërsa Pajtime Fetau akuzohet për korrupsion pasiv në sistemin e drejtësisë, Blerina Beshiri për korrupsion aktiv dhe Dedan Gjoni për shpërdorim detyre. SPA njofton se ndaj të pandehurve janë aplikuar masa të ndryshme sigurimi, nga arresti me burg deri në arrest shtëpie dhe detyrim paraqitje, ndërsa pjesa tjetër po hetohen në mungesë pasi ndodhen në Arati. Prokuroria ka vendosur gjithashtu ndarjen e akteve për të vijuar hetimet për vepra të tjera penale që lidhen me këtë strukturë të dyshuar kriminale.